që i kemi të mrekullueshme dhe besoj që këto dyja, Linda dhe ajo Bianca, të temi Bia. Do jenë shoqe shumë të mira. Bia për ndryshe, si që është prezentuar është modele e pare OnlyFansit në Rumani, por edhe një reality queen në Rumani ku ka marrë pjesë në show të ndryshëm, si kurse ajo I'm a celebrity, get me out of here. Olta. Edi hyri në shtëpi me një vetbesim shumë të lartë, mbase këtë herë do të fokusohet e vetja vetë, se duke qenë se edicionin e kaluar u fokusua te Drilani, në fakt, dhe ka treguar që është një djalë shumë i mirë, të paktën më aq kohë sa e kemi parë dhe është një djalë me zemër shumë të mirë. Uroj që Sedra që ka, se është një djalë me sedër shumë të madhe, ta lejoj që ta vazhdoj këtë rrugtim derisa publiku ta vendos dhe të mos lë përgjysëm. Gjithashtu mendoj që është element shumë interesant për këtë shtëpi. Linda, mendoj që do na japi momente fantastike, më duket një batutaxhie pa parë. Po, më duket një shumë e lirshme, shumë spontane, mendoj që do na japi momente shumë karizmatike. Kurse Bianca, mendoj që do të ketë shumë situata të lezetshme me gjuhën, do kenë keqkuptime të mëdha me gjuhën në shtëpi. Dhe do shohim, inshallah gjen dashurinë aty brenda për ta mësuar gjuhën akoma më mirë. Edhe ne urojmë ashtu. Du t'ju rikujtoj, para se të vazhdojmë tutje me prezantimin e banorëve të radhës, të këtij edicionit të 4 që janë fantastik, që mbrëmja nuk mbaron vetëm me prezantimin e tyre. Ata futën në lojë qysh me prezantimin e tërë të 19 banorëve, me njëherë nga vllai i madh. Do të kenë sfida, do të kenë gjëra të cilat do i dridhin themelët qysh në natën e parë të prajmit, sepse nuk është kjo vetëm një natë performative e tyre. Është një natë edhe e sfidave. Madje dini, unë mendoj që të gjithë do mbeten pa gjumë sonte, por ende se din. Dhe derisa ata të marrin vesh se për çfarë bëhet fjalë,